kryetar, të nderuar shefat e shtabeve lokale, shefi shtabi qendror, kryetari i degës, i nëndek... O, fshije, këtë fshije. Oni si jemi lajk, fshije. Falni, të nderuar qytetar, vëllezër dhe motra, faleminderit për prezencën tuaj kaq masovike. Që në fund, teatri jonë të bëhet jo veç kombëtar, por edhe rajonal do me thamë. Premtimi jem është i qartë. Ishte një, si të thuash, një tekst eksperiment, për mua është një lloj eksperimenti, për shkak se ka vetëm një pamje drite, një shtimung, si themi në gjuhën gjermane, nuk ka muzik fare, pra thjesht gjithçka është mizansken, karaktere, lojë aktorësh, energji nga aktorët, dhe thamë të provojmë një eksperiment tillë të përqeshim fenomenet negative përmes komedisë dhe satirës të cilat ne i kemi të gjithë bashkarisht. Realisht është edhe kritik, është edhe realitet, edhe ka të bëjë me realitetin e sotëm, edhe ndoshta shumë aktual me kohën ku jetojmë ne, nëse nuk je fort politik, nëse nuk e ke mik drejtorin, problemet me pozitën, gjithmonë lufta për karike, gjithmonë t'jemi ne ata të parët. Pastaj problemi, ja edhe roli im që ishte, për shembull, që i mbyllë dera qëllimisht, apo? Për cilë situata në skenë, për plasja mes aktorëve, për role, për gjëra, dhe është një realitet që duhet hapur sytë, sepse jo çdo herë fiton më i fortë ose pushteti, po duhet fitoj ai që është më i miri. E kështu, bravo. Unë kemi nevojë për gjenerata të reja, televizi, për paromu. Atë në qishim, sa. Në fakt është dram. Po dhe, dram për qish. Ajo është komedi. Sot e kemi dramë filozofike dhe psikologjike. A e lexuat skenarin që Jo, a ti si do ta titullojsh? Ne u buzqeshim botës, ajo na zgërdhie. E këto di e kam kaj këto drasat që në fundi, da e bëjnë me ploqa porcellanë. Vendosja dramaturgjike dhe regjisoriale e regjisorit Sulejman Rushiti vetëm ngjarjen e ka të vendosur në teatr, po nëpërmjet personazheve, karaktereve të cilët janë në shfaqje tregohet e gjithë jeta jonë, si në kuptimin e marrëdhënieve shoqërore, si në kuptimin e marrëdhënieve politike, të pushtetit, të luftës brenda llojit mes aktorëve, po i cili mund të thuhet se ndodh në çdo institucion, jo vetëm në teatr, mund ndodh kjo edhe në institucion për punë sociale, në universitete, në çdo institucion ndodhin gjëra të këtilla siç e pa publiku në këtë shfaqje, ku normalisht brenda llojit ka konkurrencë, ka xhelozi, ka më të aftë dhe më të pak të aftë, dhe besoj që është një shfaqje e cila në mënyrë kështu në pamje të parë të lehtë kritikon dhe mundohet që të sensibilizon shoqërinë, në këtë rast publikun i cili vjen na sheh, për gjërat të cilat u ndodhin në përditshmëri në vendet ku punojnë dhe padrejtësitë që ndonjëherë u ndodhin atyre. Shfaqja është e koncentruar në komunitetin artistik, gjithsesi në teatr, po nëpërmjet lojës në teatr apo nëpërmjet dramës për të qesh, ne përfshijmë aty politikën, policinë, jetën teatr, politikën që përzihet në kulturë edhe shumë fenomene tjera, që mendoj se janë pjesë e përditshmërisë tonë dhe në secilën batutë, domethënë, ne merrnim duart trokiqe dhe kjo e tregoj më së miri se domethënë problemi është më gjeneral se sa veç teatri. Disa që ishin ka ata o bën ka ne, e tash kur thuan ne, mund mendohet për ata, edhe kur thua ata, mund mendohet për ne. O, mos besoni shumë, se kitë taon ka ne, ama ditën e ditën të ngulli. Një fjallë u thotë, askush nuk është
në blet kaluar. Po. E kaluara mund të klëndoj. Si pas meje, ke dy zgjidhje. Ose ja kre shpinën, ose në sotë sa. Të lumë. Kolego, ke lezuar, ke filozofi? Të rankingive, ke paj majmuni kry thotësimës. Po, e kaluara ku do të klëndoj. Si pas meje. Shanë majmune! Filmat e David Lynch-i! O njerës, bëni gabim! Nuk jemi njerës. Ne jemi zoti polis për ty. O njerës, bëni gabim e rrofsha krijetarin! Unë krijetarin e kom si vla, do bëni pishme? Prit! Veç fakt! Me qëmë se drejtori nuk e ka bra, se a i mund be për krijetarin e vetë. Unë ju siguroj se nuk e ka bra, se mund bëj be për krijetarin tonë. Ta të dy, nuk e kanë bra, se mund bëjnë be për krijetarin e Mund të kemi E shi, atë? Nuk të pyesin si të nuk ka hapur përgjithësi. Sucja. Nuk e pas në shfaqin një të tonë, e në tjera pjesin e tonë. Hapë të e nuk më njohë. Arlinda. Po si nuk njone, po ju e dubloni një rëtë ati që se seriali pak su sa ja. Qëfar nduhet një diplom, ha? Po as kush ma jep as një shansë, ku qdo deri byllet që unë nuk jam e dikujt e rëndësishme. Ti thua se shtiren, shumë e vërtet, në shtiren që jam e sigurt, shtiren që s'më dhe mas gjë, se vetëm kështu nga të gjonë ki vend. Që, e në pen vendimin ju, shumë gjë kolegë. Ta është më kujto, do me thënë, territori, do të ishtë territori është shmerë, nuk e ka përtaluar do tentimin për shkartimin dhe ka dashur që ta vrasë aktoren. Po, si në filmat e Sherlock Holmesit. As kush nuk ka dash ta vrasë sken. Tash do t'ua sjaroj krejt. Krejt këtë punë e kam organizu. Do me thënë e kam ndrejt shumë. Si e ke drejt shtim? Ç'do të thotë kjo? Ju e pat vendimin, ama nuk e pat vulën poshtë. Vula nuk është e ministrisë, është e shoqatës. Shoqatës, si në shoqatës? O dhe, e shoqatës që e kam në mëndgruën. Si krejt qërët edhe unë e kam një shoqatë në mëndgruës që aplikoj me projekte. Rokat e vogla në teatr nuk mbringen. Për një clickbait, aktorja më e famshme në lagjën e saj përballën me fantasma.